investim e ka lë shumë me 100.000 euro. Tash për momentin janë dikon rreth 5.000 copë. Mirë, përfitimi vjetor duhet të jetë dikon rreth 20-25.000 euro vjet. A ja vlen mu merr me firma? Po, çush ju, milioner s'un bëhesh, po një jetë mirë mesatare e bën shumë. So ke jetutin në Gjermani? 17 vjet. Dola jashtë, krijuava çat firmë, pata sukses, investuava në Kosovë, ka edhe njerëz që më ma hub motivimin se kom pas, të më thonë shumica po këshyri me dal jashtë, po kthehesh nej. So e shet ti një pulës? Kun rreth 5 euro, po kush i merr 10 copë e ka një gratis. Vitin e kaluar unë vetë se kom konkuruar për një firmë tjetër, për bika, për 50 bika e 20 lek, po nuk ma van. Unë e paguaj rreth 20.000 euro në vit tatim, ti shteti, prap komuna do më thonë pse e bona një kërkesë para një muaji, po nuk ma van. Mirë po rinisi kusha thonë se ai që ka mundësi me gjetë veten vend vet, është mirë për me gjetë veten vend vet. Përshëndetje miq të dashur, jemi në qytetin e Skënderajt. Saktësisht jemi në firmën Drinin e Marin, ku kemi ardhur me bisedu me pronarin Suad Gucati, të cilin kemi me bën një bashkëbisedim ku ka më na tregu më shumë rreth firmës tij, i cili është kthyer po ashtu edhe nga Gjermania për me vazhdu biznesin e vet këtu në Kosovë. Për më shumë detaje ndisni historien e vazhdim. Përshëndetje i nderuar. Përshëndetje. Presoj që je mirë. Po. Apo na tregon pak me çka merresh për punën që e bën? Unë jam Suad Gucati, kjo firma jam, firma Drini Mari, Skënderaj. Unë jam fermer, edhe merrna edhe me bujqësi, miell edhe tuka, rreth 10-15 hektar. Kjo është veprimtaria. Që sa kohë merresh me bujqësi, blegtori, tash me kem bën 2 vjet me këtë firmë. Është gjenerata, nëse nuk gaboj, është gjenerata 10-11 si procesin. Kem arrit 5 gjenerata mrena vitit një qit. Çdo vit 5 gjenerata, domethënë kjo do të jetë gjenerata 11 e julja. Sa është fitimi që e bën këtë punë? Po fitimi nuk është i keq. Rreziku pak i madh tek ta zëj se janë bajë ndihshëm. Fitimi është i mirë. Fitojna mjaftueshëm sa me jetu. Sa i fiton brenda vitit? Mrena vitit. Okej. Paga më jore mund del dikun rreth 2.000-3.000 euro. 2.000-3.000 euro? Po, për afërsisht fitim, po. A ma shumë ja vlen me ha biznes këto, a me shku jashtë me punu? Unë jam konë në Gjermani, kom jetu edhe atje. Edhe atje nuk është që fitimet e këqija, kom pas firmë, kom fitu edhe atje mirë. Edhe atje ke pas firmë? Po, edhe atje kom pas firmë me kulma, po. Me kulma, pse le firmën atje më kthy këtu? Për shkak të atë dashurisë, për shkak të fëmijëve. Unë kam 3 djemë, klas parashkollor është i vogli, i dytja është klas parë, edhe i madhe është klas 2. Për shkak që fëmia më shoqënu me një vendin e vet më mirë edhe do me thonë edhe gruaja u kone pajtimit më kthy në Kosovë. Po, gjithë jena kthy tash prej shtatorit vetë se kanë filluar edhe fëmia me viju mësimet të shkolla. Se sa je kthy këtu? Zeren Zjumari. Tash e 2 vjet kom kalu kohën më të madhe këtu në Kosovë. Amo përfundimisht i na kthy domethënë vitin e kaluar. A ja vlen më merr me bujqësi, me firmë? Po, është çush më thash edhe me rekomandu tjerëve, është shumë profitabile, edhe është punë e mirë. A je friksu që kur të vish mos me të shku mirë firmat? Po na gjeneratën e parë vetë se kena dështu. Me të drejtën, po. Kam bën minus rreth 15.000 euro minus. Minus rreth 15.000 euro? Po, gjenerata e parë. Gjeneratën e dytë kena arrit me dalë thujese 0-0. Prej gjeneratës tretë. Do me thonë nuk je dorëzu asnjëherë, derisa ke arrit qëllimin. E kem dasht, e kem marrë këtë punë dhe ja kena vu vetes si vizion për të ardhmen. Për këta që po dojnë me lëshu Kosovën që po thonë një poga 3.000 euro, 4.000 euro, çka ju kishe thonë te? Është më mirë me ha biznesin e vet, a me shku me punu për dikon tjetër në Gjermani ose në Zvicër? E vërteta është këtë ndryshe, edhe për ata që mendojnë se jashtë është më mirë, le të shkojnë, le ta provojnë, ama e vërteta është ndryshe. Unë kom pas rast me po dhe si jetojnë jashtë dhe i di financat se sa marrin jashtë e sa mbesin mas mramin jashtë. Tu i marr parasysh qiraja që e mvoja dhe sigurimet e ato tjerat, shumë pak jetë fitim avutën. Tash edhe në Kosovë janë rejtë kushtet bajegi mirë, një punëtor në Kosovë për t'i merr 500-600 euro e ma tepër. A menon që janë mjaftueshme 500 euro për me mujt me dalë me një pagë në Kosovë? Qysh ka thonë Donald Trumpi, nëse sot punon shumë për pak pare, nesër kemi punu pak për shumë pare, edhe gjithkush do të me bon këtë farë
sfide tjetës që me punu, me kriju diçka të vetën edhe masa nenaj mos me punu aq tepër, po me fitu më So tepër. ke jetu ti në Gjermani? 17 vjet. 17 vjet ke jetu? Po, 17 vjet prej vitit 2008, mas pavarësisht Kosovës, domethënë ja jo më zhvendu në Qysh erdhi Gjermani. ideja mu kthy në Kosovë? Pas Po 17 vjetë. idejen e kom pas qysh prej fillimit, me të drejtën edhe mas 3 muaj e kom menu më kthy. Mirë po kushtet e shtira si kena pas si familje nuk më kanë leju, edhe 5 vitet e fundit vetë se u krijun kushtet për më kthy në Kosovë. Unë më nesha me gjetë kohën e përshtatshme, ja këtë vit, ja në atë vit, ja këtë vit, ja në atë vit, po përfundimisht domethënë vitin e kaluar vetë se i morëm sanet edhe u kthy në Kosovë. Kur ke jetu në Kosovë, se ti fëmijë je shku atje. Unë jam shumë në moshën 18, 18 sa di kam 37 vjet. Po. Kur i ke pas 18 vjet, a je mirë me bujqësi, blegturi? Me 18 vjet, unë me moshën 14 Kosovë vjet. kur je kon, a je mirë me... Moshën 14 vjet ja kom nis mas pari në shitje shkolla, kështu sakuza kësi sene, shokolada të vogla, sene të fëmija. Masa ne i kom shikë pazar qerap, tani kom fillu me punu dërmëtari, të një firmë të në qytet Rokulli, masa ne të tjerë kom punu ashtu në dërmëtari. Sot ta kanë vlerësu punën këtu? Atëherë nuk kom vlerësu, fare. Unë kom punu të Rokulli me 90 cent orën. Me 90 cent Po, orën? kom punu firmën standard Prishtinë me 1 euro 10 cent orën. Minus rruga, minus aja nuk jepshin 50 euro në ditë. Edhe tani ke vendos me dalë? Po, edhe ke qëllim, dola jashtë, krijuava qatë firmë, pata sukses, investuva në Kosovë, tash vecem këtu. So e shet ti një pull ose një... Na e shesëm varet cilën fazë e merë. Na ditën e parë, kur dalim shitje, po dalim me dikun rreth 5 euro, po kush i merr 10 copa e ka një gratis, do më thot 50 euro i merr 11 copa pula, që i bjen total 11 copa, qofse i merr i bjen 4 euro gjys pula. Ato e kena ofertë veç ditën e A parë. menon që është lirë 4 euro gjys për e po se kujdesi është shumë i madh për to? Nuk është edhe lirë, po në vizionin e kam që përfundimisht me një pul mi fitu 1 euro. Apo kupton, ditën e parë nuk i fitoj mas 1 euro, duhet të jetë diku te 60 cent, 70 cent, mirë po ditën e dytë, tretën edhe të katërën i kena 55 euro në copa, atëherë i fitojmë rreth 1 euro, kupton? Edhe ato të fundit që jesin 500 copa të fundit, ato shumë raste shkojnë edhe pa fitim, po kur të llogarisht mesatare del diku te 80 cent deri 1 euro fitim brenda një pule. Do me thonë ti kujdesesh njerë për zoj të vogël që janë, edhe i shet, nuk këmon. Na i morëm një ditur, i mojna 40 vit edhe fillojna me i thejrë. 42 dit, ditën e 42 fillojna veç me thejrë, edhe thejrë ja zgjatë 10 dit, 12 dit, ka ndodhur si kena shitur edhe mbrana 7 Apo dite. kujdesesh veç vetë për to, apo të ndihmon edhe dikush? E kam një punëtor, për punëtor kam pas begi shumë problem. E kam një punëtor, është gruaja jam, unë edhe na ndihmojnë kështu edhe nonna baba. So u kone vështirë me gjetë një punëtor të pas parasysh që nuk po dojnë mu marrë më me bujqësi. Për punëtor u konë shumë vështirë, se me të vërtet nuk kanë interes punës. E marrëshin në rrugë, ecëshin Soja ke ofru t'i pagen që ata nuk jenë konë të knaqë. 500-600. Do me thonë atë, a menon që janë mjaftueshme? Besoj po, për punën si bëhet këtu, se me të vërtet ta nuk kanë shumë punë. Do me thonë orarin 8 orë, 9 orë, so punuhet me këta zëj, afërsisht gjys orë, 1 orë maksimumi ti punë. Kohën tjetër ti du të me kalu në telefon të nejtë, ato i përcjell gjendjen. Do me thonë për punëtore ke pas vështirë. Për punëtore kam pas vështirë, tash e kam një punëtor shumë të mirë. Ai mjekësisht punon edhe si mirëmbajtës në shkollë, edhe mas punës që e kryen të shkolla, ai e vazhdo punën në ato në punë. Sot copa i ki gjithsej. Tash për momentin janë dikon rreth 5000 copa. Rreth 5000 copa. A menon me zgjeru, me hap fermë tjetër? Po kështu ka pas gjenerata si kem pas 6000, 6500, 5000, varet për sezonës edhe për kohës kur dalim shitje. So ke investu në këtë fermë? Fermën si fermë e kena ble, edhe kena ble tukën, po në gjendje të mirueshme. Investim, do të thonë, renovim të fermës edhe dhe këtë gjendje që shpërsheti këtu, e ka lë shumë me 100.000 euro. 100.000 euro. Po. A ke mujt me nxirr qatë vlerë? Ja. Halo. Një biznes i sukses shumë është që shtojnë Gjermant, në qoftë se mrena 25-30 vjetë e nxjerr vetveten. Nuk do të me këshyrë nalë që me nxjerr vetveten mrena vite, se mrena në 3-4-5 vjetë, po në koha fatgjate, që shikun bo llogaria tonë, si besoj si mrena 7-8 vjetë, 10 vjetë vetë se e nxjerr investimin kjo. Atë kanë përkro familja kur e kanë ditë që po do me hop firmë? Po, e kom pas përkrahur në nënës, babës, po, më kam përkrahur.
edhe më kanë motivu. Shumica ka edhe njerëz që janë mënu më hub motivimin se kom pas, të më thonë shumica po këshyri me dal jashtë po kthehesh nej. Cila o konë përgjigja jote? Përgjigja jam u konë vetë se hatri i atë dashurisë. Hatri të venit, mja këthy, mja dho mundësinë edhe fëmijëve të mi që kom pas mundësinë në me njoh venin, me njoh njerëz të dhe pse ju edhe mu martu këtu e me kriju familja, me njerëz të venit vetë. Ju masë miluna për të ukatuja. A mendon me hop edhe ndaj firmë tjetër? Po, vitin e kalun, unë vetë se kom konkuru edhe për një firmë tjetër, për bika, për 50 bika e 20 lëp. Po, nuk ma dhanë, edhe pse pi kom pas ma shumë të një rajen të Renice, s'fanë se du të me pas, u dosh me pas firmën minimumin 2 vjetë, e tani e plotëson kushtin për me fitu firmën tjetër, se na jena edhe shepeke, të më thonë si biznes, edhe kjo ka arsye. Qa ju theti kur të thonë që u du? Po qa kam i thonë, as ankes nuk bon, as është edhe kut me bo ankes. Se apo mendon që komuna s'pi merë parasysh? Nuk është kjo çështje komunale, kjo ka qenë për Ministrisë Bujqësisë. Për Ministrisë Bujqësisë? Po edhe komuna si komunë nuk është se jenë të na përkra. Këtu me sa e kom vrejtën e pej dalëshin njerës në bazë drejtimeve partijake. Na kemë nevojë shumë për rrugë, unë edhe jam taksapagues shumë i mirë, unë e paguaj rreth 20.000 në vit tatim këtij shteti, pa i llogarit rrugat e pensionet e punëtorëve të tjerat, vetëm tatim i paguaj 20.000 dhe prapë komuna do të thonë pse e bona një kërkesë para një muaji, përgjigjja është e tyre kur të bëjnë parë ta shtrojnë rrugën. Do të thonë komuna ta kanë kthy që të përgjigje kur të bëjnë parë? Po, e kam edhe në letër. A është e drejtë kjo me ta kthy përgjigje? Po ju, se ty e po se individëve të caktuar, do të thonë para një muaji, ja kanë shtruar asfalt 2 shtëpia që ato si nuk banojnë hiç ato. Një biznesit për shembull si temit, edhe si është as i frekuentuar për mishterive, edhe jem taksapagues as i rregull, domethënë nuk ta shtroj. Edhe ty po të pezullon që kjo punë veç të je me partinë e tyne, edhe nuk pe ki për krajen prej komunës. Ashtu është. A ke aplikuar edhe për ndonjë donacion ose diçka për firmë? Po aplikuar edhe për një grant për pemë, asaj as nuk ka jep. Domethënë kudo që aplikon nuk i partisë tyne është e kurrë. Me të vërtetë krejt që apo shetë të qëtu, me mjetë e bujtësua që i kam jashtë, me krejt senet dhe një baskit kofë qëtu, është krejt prej mjetë vetë anoke, as një cent, nuk e kom marrë as për qeverie, as për ministrie, as për komune. Vetë që aje kom jetë, se me marrë, s'kom marrë për shumë. A ja vlen mu merë me firma? Po, qështu, unë thash edhe ma heret, kjo është biznes si mund jetën mirë. Milioner së në bonhësh, po një jetë mirë mesatare e bën shumë. Çfarë këshille ja u kishe e për rinisë që po të tentojnë me dalë jashtë vendit, po i kishe thonë hapni biznesin e juaj se ma mirë se në Kosovë nuk? Unë trit edhe këtu është kriju një farë kulture se qa po bën shteti për mu, ti do të me bën për shtetin. Unë menoj kom pas fatin, se kom qenë këtë ferme, kom pas fatin se i kom pas tarna për me hap këtë ferme, jo se cili e ka këtë mundësi. Mirë po rinisi kusha thonë se ai që ka mundësi me gjetë vetën vend vetë, është mirë për me gjetë vetën vend vetë. Apo na tregon se është fitimin fund vitit me pula? Unë të thash, fitimi mujor është dikun rreth 2.000-2.500 euro, ndoshta pak më tepër, varet në gjeneratës se si ecë. Mirë po fitimi vjetor duhet të jetë dikun rreth 20-25.000 euro vetë. Fitim. Do me thonë që ja vlen me u marrë me. Po. Jashtë asaj na janë edhe 3 rruga, do me thonë mujore që paguhen për mu, grunë dhe për punëtorin. Do me thonë edhe rrugë. Po, jashtë fitimit. E cekum edhe ma herët, po çfarë mesazhi ti ja kishe jep rinis për me u marrë me ferma, me bujqësi? Rinis ja kisha dhënë një mesazh, mos u mashtroni lehtë, mos besoni se atje jashtë gjithçka fituhet lehtë. Edhe atje vujnë shumë njerëzit për me fitu. Edhe kur ta llogaritsh se sa i hezin aty në fund, ndoshta pi 400 deri 600 euro, më shumë nuk mundem të kursym pogë, domethënë më ana pogën mujore. Minus qeroja sigurime edhe ato gjona që janë të shtrejta, edhe ato i hargjojnë kur ta kalojnë 2 herë pushimin vetë Kosovë, domethënë prej janarit fillojnë prapë zerrës. Unë ju kisha thonë provoni fotin këtu, sa të mundi mos e lëshoni venin. Janë kohë në edhe më të vështira kur të parë tonë, domethënë i kanë rezistuar edhe pushtetit të Jugosllavisë, nuk e kanë lëshuar venit e dhunës, e gjenocidit, çapo dione. E tash domethënë është orë koha, është liri, nuk pengon kërkush, punon kush ç'a don, mos më lëshu venin sa më shumë. Faleminderit shumë.